6 eurodeputeti u bashkuan protestës në ditën e 30, por vëmendje nuk e morën fjalimet e tyre. Por kjo banderole varur nga balkoni i Universitetit Politeknik, e cila mbante mesazhin "Ju erdhi fundi". Pak minuta pasi ajo u var, rojet e sigurisë arritën të largojnë të rinj që e kishin vendosur, duke hequr edhe banderolën. Ky moment bëri që nga bulevardi Dëshmorët e Kombit, shumë protestues të vërshonin drejt godinës Universitetit Politeknik. Teksa banderola kishte rënë mbi balkonin e vogël të godinës, protestuesit pushtuan ambientet e universitetit dhe arritën që ta rimarrin atë. Më pas ata u ngjitën sërish, ku e rishpalosën banderolën duke mbajtur vetëm për pak momente para se ta hiqnin sërish, duke dashur edhe të përcjellin mesazhin se banderolat i vendosin dhe i heqin po vetë ata. Pas këtij momenti ata i ribashkuan protestuesve të mbledhur para kryeministrisë, ku mbajtën dhe fjalimet e rastit. 6 eurodeputetët, të cilët ishin pjesë e foltores në ditën e 30 të protestës, u dhanë mbështetjen e tyre protestuesve, si dhe kërkuan që kjo lëvizje të mos ndalet pa arritur qëllimet e vendosura.